Se e treta pasaj është në këtë ta lëm edhe këtu një ish kryetar bashkie është në. Po, çfarë problemi ka? Jo, ta lëm me që është në hetim për të mos nxjerrë. Nuk është folur fare për këtë gjë. Nuk është folur për të mos nxjerrë sekretin hetimor, ta lëm. Okej, jo, dakor, jam vetëm dua të di çështjen, në kuptimin për çfarë bëhet. Kjo ka të bëjë për një pronë private, e cila në vitin 1944 është marrë nga shteti dhe është persekutuar qytetari për 50 vjet. E ka rimarrë me vendim komisionin në thepesën dhe në vitin 2000 ka marrë lejë ndërtimi dhe në vitin 2020 i është prishur dhe shtëpia. I është marrë dhe prona për 2020. 2020. Ka bërë një pallat aty. Aty është bërë një hotel me 5 yje. Hotel me 5 yje? Po, në një qytet në UNESCO. Si Berati. Në Berat. Hotel me 5 yje. Po, domethënë të grapis shpronën private. Hotel me 5 yje në Berat, s'po më vjen tani. Hoteli i fundit me 5 yje që është bërë në Berat. Po cili është? Nuk më kujtohet. Ai që është te shkolla, te ish hoteli. Ish shkolla, ish hoteli. Ish konvikti i shkollës Kristo Isak. Ja, nuk e di këtë. Ish konvikti dhe ishte konvikti dhe ish mensa e shkollës Kristo Isak, e cila i është njohur një familje Beratit. Keni lidhje ju me këtë familje? Jo, nuk kam lidhje, por është një rast, thash, se unë familje shpronarëshem. Ju përket si histori, po jo kjo histori. Më përket si historik, sepse them dhe mendoj, tani njërë nga 24 në 90 e morën, i rimorëm dhe në 2020 ta marim prapë. Por në herën e parë e mori shteti e përdori për qëllime shtetërore, e bëri konvikt. E bëri dhe mens, tani e merë shteti, sepse aty është bashkia që ka falsifikuar. Atëherë ju pas keni denoncuar ministrin aktual? Ish kryetar bashkie thash. Okej, në rregull, jo thjesht. Pra, me pak fjalë, në SPAK ndërkohë që flasim, ka dosje për Ervin Demon, për Eroni Sajn, për Belinda Ballukun, për Frida Kripsën, janë dosje në SPAK të në punë e sipër. Ja, ka dosje për ish kryetarin e bashkisë Beratit, ka dosje për ish ministrin e brendshëm të Shqipërisë, ka dosje për ministrin e tyre, që më zë emra, se nuk duhet zë emra. Unë nuk bëj kallëzim për persona konkret. Po, për institucionin. Po, për pozicionin. Sa i ka firmosur në pozicionin e një kryetarit bashkie dhe në një fuqin që t'i jep kryetarit bashkisë. Kur në zonat e vogla, në qytetet e vogla, pushteti lokal ndikon shumë ke njerëzit për arsye të shumë ndihmë ekonomike, ndihmë sociale, të punësuar, janë faktorë. Nuk e kam. Çfarë ndodh me një njeri i cili ja marrin me çfarë si ja morën, çfarë i thanë? Të përket ty se është shteti? Jo, ja morën me idenë sepse është një pronë me interes, është pronë që kufizohet me bulevardin Republika, është një pronë me vlerë, por dhe personi është ish prefekti Beratit. Personi që ja kanë marrë? Që ja kanë marrë. Nuk ja kanë marrë një njeriu thjesht. Ish prefekti Beratit i kanë marrë. Po ai s'bën dot një gjë vet? Po bën apo jo? S'ka bërë dot gjë vet, ai është i jashtë, është në Amerikë. Ka shkuar atje ku ka 3 vajzat e veta. Bashkëton jeton me vajzat për arsye se shtëpia e vetmja shtëpi që ka në territorin shqiptar, mbas kaq vite punë, është ka dalë sipas ekspertëve jashtë e paqëndrueshme. Në për këtë arsye ka ikur ke vajzat, ndërkohë që vazhdon betejën për. Po janë 3. Bujësia, rrugët dhe prona private. Dhe prona, 3 janë. Tani po përgatitesh për të 4-të. Jo. Po çfarë do presësh njerëz që këto të marrin drejtim? Me punën që unë bëj të përditshme, për mua nuk ka interes. Për mua unë i bëj dëm punës time, sepse unë me këtë sistem punoj. Po. Por këto 3 mirë është çdo person të bëjë në një punë. Po jo për rast, për fenomen. Dikush për turizmin, dikush për të bëjë denoncim. Kërkojnë të drejtë, të bëjnë denoncim. Ja vlen thoni ju? Ja vlen në kuptimin, po flas në kuptimin e drejtësisë, a shkon drejtësia në vend një ditë? Drejtësia shkon gjithmonë. Gjithmonë. Duhet përpjekje, duhet më unë, po shkon në vend. Ju besoni, domethënë. Tek SPAK-u, edhe pse për shembull mund mos ketë emrin Altin Dumanit, herës tjetër do ketë një emër tjetër. Nuk ka rëndësi. Ti çdo person duhet bëj detyrën e vet. Mos pres gjithmonë nga se SPAK-u çfarë do bëj? SPAK-u ka një 23 prokuror, nuk do mbuloj gjithë territorin shqiptar. Çdo njeri duhet kërkoj. Vendin ku duhet të denoncoj. Vendin ku duhet të denoncoj. Vërtet zgjati në kohë, por drejta do dalë se nuk. Pra, njerëzit se ka shumë njerëz të cilët dorëzohen, janë në rastin e prefektit, ai ka punuar në administratë dhe praktikisht e kanë marrë sy për sy, se si ishte më. Po ti ishte
Po, si ishe më 3 vajza nuk ishe në indial në. E di këtë frazën, më bën shumë përshtypje kjo që keni bërë ju. Unë ju kam lexuar copa, domethënë gjithandej, po kisha vërtet interes që t'ju takoja për t'i ditur të treja dhe për të kuptuar çfarë u shtyu, sepse shtysa juaj për të mos u kthyer më pas. Më vjen të mirë të rikthehem përsëri emigracionit. Jo se është i keq. Por që të vesh, të vish të vesh. Ku ishet ju? Unë në Athinë kam qenë, po të shumë... Gjithkohës, nuk lëvizët nga Athina? Gjithkohës. Për 3 vjetë. Një periudhë kohore, 3 vjeçare, pastaj u detyrova... Punua, çfarë punë bët? Ndërtim. Ndërtim. Dhe një inxhinier, projektus, punonit në ndërtim. Çdo gjë kam pasur të lidhur vetëm me pjesën e ndërtimit në gjithë. Silleshin keq, paguanin pak, çfarë bën? Rregullisht, por ajo të gjithë ata që ikin jashtë gjithmonë ndërrojnë me shpirt janë këtu brenda. Pavarësisht se fizikisht për arsye të fëmijëve, jetesës, unë isha beqar në atë kohë dhe kur i ktheva. I rinë të detyruar, po jo se duan të rinë jashtë në emigracion. Biles një kolegu im me 5 licenca eksperti që është në Amerikë, më thotë të gjithë Amerikanët që kanë lindur, shqiptarë Amerikanët, po ata që kanë lindur, jo ata që kanë qenë në Shqipëri, e kanë në ëndër të kenë një shtëpi në Shqipëri. Gjithë shqiptarë Amerikanë. Kështu që... Dhe sidomos tani që Shqipëria po zbukurohet, po rregullohet, si të duket ty apo beton i madh? Pjesë, ka një shpopullim masiv që shumë unë kam marrë 23 hektar me qera, po unë këtë vit po mendojmë që 13 hektar t'ja rikthej bashkisë, si them nuk më duan se s'ka njerëz kush i punoj, kanë shpopullim. S'ka njerëz aty për punoj. S'ka për punoj. Po ja, unë jam inxhinier, s'mund të shkoj të... E kam fjalën atje ka punë, por nuk shkon njëri të punoj në tokën që ti ke marrë. Po s'ka, tregoj një rast shumë histori që është e vërtet. Mbasi u propoqa dikë ta bind që do kesh një rrogë të mirë, do kesh një makinë, për atë tokë për të punuar. Përgjigjja fundi ishte ti rrofsh për gjitha këto, por mua s'më vjen nusi këtu. S'më vjen nusi. Pra se dhe femra nuk martohen më në fshat që shpopullohen. Fshatra që kanë ngelur nga 10 persona me pa qendra sociale, pa shkollë, pa... Para ca kohësh kemi komunikuar me dikë që çoi grupin, në fakt, më ftoi mua po vajti grupi në një fshat të Beratit. Ui, sa larg ishte. Sa larg pa rrugë fare dhe aty jetonte zotria, sepse ai kishte qenë biolog dhe kishte vendosur të jetonte aty. Ishin vetëm 3 familje. Kishin prodhonin një parajs, më thënë çdo gjë që vjen nga ai fshat është parajs. Por ata ja kështu komunikonin duke i dhënë njëri tjetrit dhe duke marrë. Por nuk kanë rrugë për ta nxjerrë në treg. Ndërkohë që ai fshat, domethënë, i sjell i treguar, i bërë me rrugë e tjera, do ishte diçka fantastike. Po flasim edhe për fshatra që kanë pasur asfaltin deri në qendër, siç është ai, si është një nga fshatrat që ka asfalt. Deri në qendër ka qenë edhe tani në rrugën nacionale 800 metra me asfalt dhe kur janë puna kanë ngelur 10 persona, jo familje, se familje janë shumë. Një plak nga një shtëpi, një plak nga një shtëpi. Unë besoj fort që një rrugë mund ta bëj ndryshimin dhe pastaj mbas rrugës do pak punë që ne të flasim për këto që quhen histori suksesi, të tregojmë njerëz, të tregojmë se si jetojnë, të jetojmë dhe vetë, për shembull më beso, unë do kisha shumë qejf të jetoja në fshat. Tani mbase kjo vjen me moshë, mbase edhe mua të më thoshin 20 vjet më parë, do shikoja çuditur, siç por tani me qejf të madh të shkoja të jetoja. Bëja dhe emisionin atje, një mrekulli. 3 ditë. Po nuk s'ka, 3 ditë, pse tjetër vija këtu punoja. 3 ditë. Nuk është çudi. Po nga që janë kaq shumë muj këto punë të tokave, dhe unë nuk ngatrohem asgjë që është e palishme, s'jam gatruar asnjëherë, dhe prandaj ri këtu ke komunën e Parisit. Ja, jam gatruar me gjë të lishme që e kam marrë me qira, që jap qira në bashkisë. Dhe bashkia nuk më mbështet në asnjë aspekt saj, por dhe këtë verë kanali në Kulluç që është detyrim bashkisë, se unë i paguaj detyrimin për ujitjen, mu desh ta bëja vetë me fondet e mia private. Sepse nuk ishte naftë bashkia. Ke prodhuar diçka tek ajo tokë ndërkohë? Jo, unë mbjell pemë që duan paktën 1 dekadë që të vinë. Duan 1 dekadë. Do ti po punon për nesër. Kështu që edhe prandaj edhe po sika. Po sike. Sigurisht që s'do ikësh. Sigurisht që nuk do ikësh. Tani ke bërë i ke lënë vend vetes që të vazhdosh. Në mos të denoncosh, të punosh, të jetosh apo është familja që po ndërhyn tani? Po kur fillon familja, fillojnë fëmijët, fillon... Çfarë thon ata pusho babi? Janë akoma të vegjël për të pusho. Janë akoma të vegjël, por vështirë. Është vështirë. Fakti që nga Shqipëria po largohen masivisht,
Unë shoh edhe njerëz që kthehen, nuk po se varet edhe si është. Kthehen, po duhet bërë një analizë, një statistik. Për sa kohë arrin të rezistojnë dhe të jetojnë? Kthehen, po arrin një vit, sforcot madhe 2 dhe pastaj rikthehen prapë në vendet e tyre. Ka njerëz që kthehen edhe dalin dhe kam pas të tillë që flasin, ankohen si të gjithë ne, se ne kemi shumë nevojë të ankohemi, është pjesë jona e brendshme. Po pastaj ka dhe njerëz që rinë. Ka, po, sa rezistojnë dhe ndonjëherë rezistojnë vetëm nga inati që s'duan të rikthehen prapë atje ku. Ndërkohë po të kërcënojnë përsëri? Ja. Jo. Tani është ndonjë. Fakti që u kam dalë, që i takoj paraprakisht, para se të fakti që para lajmëroj them gjë, unë nuk kam ndërmend të tërhiqem, do t'i shkoj deri në fund. Se ç'është? Të pyes ndonjëherë po ti çado. Të thon? Po kam që thonë çado, po tani do ta kuptojnë vetë. Ta thash për çado. Unë e thash publikisht çado. Nuk dua të do bëj betejë të fortë. Jo, po ti thua dikujt që vjet, unë dua që të fitoj rruga, nuk e kupton ai. Edhe mua kur kam bërë një cikël emisiones për tapin, këtë pyetje më bën, ti çfarë do? Në këtë rrugën e kolonjës. Tashun të marrin lek njerëzit. Në rrugën e kolonjës më paragjykuan në fillim, pastaj fillon të paragjykuan me idenë që s'po kalon në rruga afër tokave tua. Aha, normal, po. Kur u bindën që unë nga gjyshi i babait jam nga Helmsi dhe pronar në atë fshat, po nga gjyshi nga nëna jam në fshatin Qavzes që kalon dhe rrugë e re. Dhe ata janë kulak, kisha më shumë toka ande. Nga këta kulakët. Po kisha më shumë toka ande, u e kuptuan që unë nga do që shkonte rruga, do kaloj nëpërmjet pronave të mia. Po nuk është çështje prone dhe çështje rruge. Sepse ti mund të kesh shumë prona, mund të kaloj rruga në mes, po s'pate njerëz që je i mbaruar. Ti vetëm je i mbaruar në gjithë aspektet. Se ti mund të kesh pronë, po ti s'ke punëtor. Ti mund të kesh pronë, po s'ke traktor, s'ke traktorist. S'ke shumë element që duan njerëzit. Ndërkohë kolonja, ç'është për ty kolonja? Si është kolonja? Po t'ja tregoj dikush që se njeh. Vendlindja për këdo është e mrekullueshme, vendlindja. Për mua kolonja, për dikë tjetër që është nga tropoja, për një që është nga dibra, nuk diskutohet. Të gjithë rritemi me idenë për të ikur, do ku jemi të vegjël, rritemi dhe me idenë do të shkojmë në kryeqytet, dhe plakemi me idenë për të u rikthyer mbrapsht një ditë. Është vendlindja ajo ai element që të lidh me. I paqim vendlindjet nga herë më mirë, po që të jenë të tilla nuk ndodh sepse vitet ecin, po sepse ne përmirësohemi dhe flasim. Po, tjetër. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Edhe për kontributin qytetar, po edhe që folët në Shqip. Kënaqësi. Faleminderit. Ishim në një emision shumë interesant, që unë i besoj njerëzit që thonë nuk dua të kthehem, prandaj po e bëj, ose e bëj për publiken. Duke qenë se unë vetë besoj tek publikja. Njeriu beson atë që bën vetë. Regjistrohu tek Rudina Xhunga, dritare televizion, janë 2 kanale që janë zëryt. Zëri i rëndësishëm i njerëzve që vendosin të flasin, sepse e duan këtë vend. Regjistrohu dhe na ndiq. Jemi shumë.